Pritja po merr fund. Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë nga nisja e fenomenit televiziv që ka thyer çdo rekord shikueshmërie në hapësirën bashkëshqiptare. Më det 20 dhjetor, shtëpia më e famshme në vend hap dyert e saj për një tjetër sezon të Big Brother VIP, duke premtuar emocione të forta, adrenalin dhe të papritura që në sekondat e para. Misteri rreth banorëve të rinj. Ndryshe nga vitet e kaluara, produksioni është treguar hermetik sa i përket listës së konkurrentëve. Megjithse rrjetet sociale janë vluar nga aludimet dhe emrat e mundshëm të personazheve nga bota e muzikës, ekranit dhe artit, asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht. Ka rritur kurreshtjen e ndjekësve, të cilët presin me padurim të shohin se cilët do t'jenë personazhet që do të sfidojnë veten në izolim total për muajt në vazhdim. Kush do t'jenë shpatat e opinionistëve? Përveç banorëve, vëmendja kryesore është përqendruar te studioja e madhe. Karriget e opinionistëve mbeten pika më e diskutuar. Kush do të ketë fatin dhe peshën të analizojë lëvizjet, strategjitë dhe karakteret e banorëve? Burime pranë produksionit sugjerojnë sa mund të kemi ndryshime rrënjësore në panel, me emra që njihen për drejtësinë dhe analizën e tyre të mpretë, por gjithçka mbetet për të zbuluar mbrëmjen e 20 dhjetarit. Një spektakël për festat e fundvitit. Nisja e këtij edicioni përkon me kulmin e festave të dhjetorit, duke u kthyer në kryefjalën e çdo tavoline familjare. Me një skenografi moderne, teknologji të fjalës së fundit dhe një shtëpi të ridizajnuar plotësisht, ky sezon synon të tejkalojë suksesin e edicioneve të kaluara. Ky vit nuk do të jetë thjesht një lojë, por një pasqyrim i vërtetë i karaktereve nën presionin e vazhdueshëm, thon burime brenda televizionit. Tashmë gjithçka është gati. Dritat janë ndezur, kamerat janë në gatishmëri dhe publiku është në pritje të sinjalit të parë. Më 20 dhjetor, Shqipëria do të jetë në nënvërshtimin e vëllait të madh.